me qetësi se nuk ka ndonjë probleme. Mos e merrni me shumë agitacion se s'ka. Ka shumë shqip. Dhe kush është problemi? Do të thonë, ku përpara ambasadës, unë personalisht, për herë të parë kam ardhur në 8 qershor të vitit 1996. Sta vite kanë kaluar se nuk i numëroj këto. Atë ishte motiv tjetër pse dolëm. Dhe numri i manifestimeve, protestave ose idejve që ka marrur në polici, unë nuk kam bajt dot mend, mund të jetë 400 apo shumë. Edhe çfarë ndodhi? Përpara kësaj iniciative ka qenë iniciativë tjetër. Unë neve për një aksident rrugor që ndodhi në Shqipëri që shpërndani live njerëz, shpërndani live kush ashtu. Që ta marrin vesh njerëzit që edhe në Rom bëhen protesta, ju lutem. Do bish me këta mbështetje. Dhe ishim vetëm 4 njerëz. Ndërkohë që questura priste që do më dyve që shumë njerëz, se kështë thënë Universiteti Akujt do vinin, edhe pa i zgatur këto historinë, mbeti ajo numri 4, që ka qenë ai filmi, që ka qenë ata ishin 4. Edhe mbeti numri 4, ndërsa kur formalizova kërkesën e manifestimit, ju dash numër 20. Sa njerëz do jem 20 vetë. Tani kalojmë për gjërat konkrete. Po, bravo. Tani, mund të të hapë pak fjallën, pasaj të të marrë fjallën kush të dëshiroj. Tani ku, unë mendoj këtë. Të shpia i një minuto në nuk është problemi. ta i harroj krejt. Në pavarësisht sa jeni dakord me mua. Do të thonë unë dua që gjithë secili jetë i lirë të shprehë atë mendim që ai beson. Qëllimi do të jetë i njëjtë në fund. Objektivi kush është? Objektivi unë e kam përmendur në 3 pika. Çfarë? Ne jemi imigrantë. Shpërndani live në njerëz, ju lutem, kështu ta marrin vesh të gjithë. Do sigurojmë bukën e gruas me mundim. Dhe fillojmë edhe neve këtu pastaj ndahemi. Njëri thot jam demokrat, njëri thot jam socialist, njëri këtu, njëri jam ndenjë, dhe krijohet kjo përçarjes me rëmi vesh, me një tjetër. Kur jemi një lloj, unë ju them vetëm kaq. Po shifja mbrami, kam parë gjithmonë, shkëmbimin e valutës me lekun shqiptar. Në parë qeverisë e Tiranës ka qenë 1 euro më tepër se 1400 lekë. Sot në Shqipëri kemi 950 lekë. Ta na thonë që është tregu që i bën kërkesë oferta kapitalistit. Këto ekuacione matematike son profesione fizikan dhe matematikan, dhe i di ato ekuacione. Ato i bëjnë njerëzit ato funksionet matematike. Nuk i bën për detaj. Dhe, po të pati llogaria thjesht, qillja që na kanë për ne emigrantët se jemi ne që çojmë valutën në Shqipëri, nuk vjen qilli. Është me 10 miliarda euro. Do një vjedhje, një grafitje që ai parash për me qak. Këtu e nisu nga vinë këto tani, sepse do gjejmë origjinën. Do ka shpejt për ta thënë, unë nuk jam dakord. Në Shqipëri ka qenë një film që quhej Qylli i Ri. Ai është demokrat, me ta i bën, ai ka një tjetër. Ka qenë një film Qylli i Ri. Ku i thona di Vlashit, që se e din ata të tonë. I thot ai, zoti Lami thot, me kalin tim do vidhësh magazinat e mia. Me kalin tim ti vidh magazinat e mia. Vëllezër, ne jemi këtu emigrantë. Ne do t'i themi gjatë qarta. Drejt, jo t'i tema. Për mua është i tort, dhe ja them këtu, jemi shqiptar, kemi gjatë shqiptar. Unë jam shqiptar. Jam fshatar i varfër, kam lidhur në familje. Papa im kam bajtur part në kooperativet e ndëror. Nëna ime kanë garë qep e kooperativet. Unë arrita në atë sistema që poshtë. U bëra pedagog në Universitetin e Tiranës në 1975. Në atë sistema që keqë. Në këtë sistem jeli më rrugë.
Pra nga da vine keqja. Nuk se krijoj këtë problem. Ky problem ka një emër. Nuk e dia për me ima i regjistrim, që të mjesë të regjistrohen, ka. Regjistrohesh. Ky problem ka një emër. Emri quhet Amerika, nuk është Rusi, vëllezër. Quhet Amerika. Është turp të mbashkëpunëtor amerikan aty po bëj manifestim, protest, kundër kujt do ta bëjmë protest. Pse do të kemi frikë? Pse do të kemi frikë? Kush ne kemi probleme? Toka është e jona! Ivanka Trump është amerikane apo është ruse? Po dhe do t'jetë ruse, është për Amerikën. Është për globalizmin, është për neoliberalizmin e poshtër që ka bërë njerëzit kaq parapartë, ku super miliarderët nuk di ku t'i shojnë parat, dhe të bëjnë ato qendrat e epshive në për vendet e varfra si që Shqipëria, të mburgje për emigrantë. Kjo është realiteti. Kështu që neve Roma, ose të pak në latë pasturi, shtu e mendon. Unë nuk do t'ja u them tjirve këto. Kjo është situata, si do përballohet. Do rëzoj me Diramën. Dakor. Pa ju kujtojnë 2013, 2012, se sa u vejtë e kishë për Sali Berisha. 1997, lonë të Roma këtu, Berisha asasino, thoshin. Dhe këtu të para ambasadës, 1997. Berisha Ramamburg! Shumë kjoja me një ndryshim të një personi, apo në duhet ndryshuar një sistem kriminal? Një sistem kriminal! Që mbas 1910-ës. Këtu është problemi. Është një sistemi tërë kriminal. Poshtë sistemi! Poshtë sistemi! Poshtë sistemi! Poshtë sistemi! Poshtë sistemi! Unë nuk du të me shumë të lirë këtu. Ramamburg, Berishamburg! Unë disë të shtoj dhe ishi më shumë. Ramamburg. E ti që zdojnë i dakord. Me thash i fillim. Ashtë komisit e prodojnë fëllën tonë Amerikin. Dhe ta shaj Amerikin s'ka që s'ra bën mirë. Ramamburg. Berishamburg. Ramamburg, Berishamburg! E shtik s'ka i unë burg. Kini dakord. Në burg. Dojnë vetë katërtin. Blendi fevzi unë burg. Burgun! Kini da duma në burg. Oligarkat në burg! Për mu në burg, sepse ata i shërbejnë top qenit, jo top qenelit. Top qenit, nuk është i joni. Institucionet korruptume! Ka vajtë Shqipëri dhe në gabitin dhe po shtrydhin edhe njërë. O vlezër, gjëndja shumë konkrete dhe thash. 1 kile vaj ulliri, eksa verqin, tu në Romë, kur janë oferta, tu në gjeme 5 euro. Shkojmë në Tiranë, ne keni 20 euro. Kjo Italia ka që mike e jonë. Ka që mirë, kjo motra e valë. Me gjitha të gjoni të një. Çfarë mendoj unë? Duhet me fjallë, ajo që the mos jo. Manifestimet nuk duhet të nërpriten. Nuk ka nësi se fletë të të stuje për fletë një tjetër. Nuk ka nësi si i mendojmë. Neve, dhe në Tiranë, dhe kudo ku jemi, nuk duhet të ilanë manifestimet deri sa të shojmë ndryshimet. Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nesër më shumë! Nuk tonim në i propozimet një Shqipëri. Rama jem të reqen! Rama jem të reqen! Rama jem të reqen! Rama jem të reqen! Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Ramamburg, Berishamburg! Atere, të rëzën vetë, i apë fjallën, thash, unë e o prasitë dhe je fillim. Nuk shëtë në një shkallë. Dhe gjoni këte. Njerëzit në Romë, unë nuk do të them jam kush e di se kush. Se ma zgjët. Njerëzit e Romës, e dim punën që kemi bërë në përsheshe këtu për vitet tëra. Nuk besoj, këtu nuk e dhja ka që ke njohi këtë gjë. Sepse kanë kalu shumë vite. Dhe e din me fjallë të punë shumë madhe. Dhe ju them të, që shqiptari vërtet, dhe mbajni mend të, shqiptari vërtet, nuk është ai që tonë të framujt,
dhe që bën simbolet, që bën shenjë dhe kishtrive, Shqipërisë. Shqiptari vërtet, është shqiptari që ndihmon shqiptari. Ai është patrioti vërtet. Nuk është ai që të ndihmojë Shqipërinë. Nuk ka kundër Shqipëria me shqiptarëve. Ndihmojnë shqiptarët. Po të jap fjalën direkt. Ju them vetëm diçka vëllezër. Të flasësh për patriotizëm është shumë e lehtë. Që ti bësh është shumë e vështirë. Është shumë e vështirë. Unë jam njëri i ndeshur, më besoni. Në Romë e di njerëzit, do ta qeti. Kemi arritur në Reggio Emilia të nxjerrim nga burgu një shqiptar, këto kemi bërë ne, patriotizmi jo, nuk ka qenë me flamuj kështu ti, me shenjë dhe kishta. Ka qenë kemi nxjerrë nga burgu në Reggio Emilia një shqiptar që me paturpsinë të madhe e akuzoni për abuzim për fëmijën, që si ishte vërtet, dhe i kemi detyruar në shqiptar. Ramai, 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 Ramai. Mirë se keni ardhur të tanë këtu që në bashkoj flamuri kuqezi. Unë jam Aleksioni, si në vitet e 92-shit këtu për kësaj ambasadë, jam nga parë shqiptar, kryetari i Partisë Demokratike të Zotit Kastel, i Romani, por unë shoh këtu që asnjë i Partisë Demokratike nuk ka këtu. Pra, prit një sekond, nuk shoh të asnjë nga ato koka kryetarë. Tashi, unë na jena tonë kundra pushtetit, kundra Edirams, kundra pushtetit, sepse gjithë kjo rini, gjithë kjo rini këtu, gjithë kjo bukuri që ka Shqipëria, nuk është të thonë se ne do ta mojnë Shqipërinë tëngë 2 pleqë, ose 10 pleqë, do t'ja gjojnë rinisë. Rinia është ardhmja jonë. Pra du të pru fjallë që na nuk kena nevoj për Shqipërinë, po kena nevoj se na thresë qaku, sepse atje marrum shkollën, atje marrum ushtrin, atje u rritme, atje kena tokat, kena gjyshit, kena stërgjyshit, kena gjithë tona. Pra na jena kundër rezimit të Edi Ramës. Të gjithë. Poshtë Rama e poshtë pushteti Edi Ramës. Rrot demokracia. Salamburg Berishamburg! Salamburg Berishamburg! Salamburg Berishamburg! Ja më shalë zotëris, prezentohet vetë, s'ku emri. Jam në stacionej në Lezhë, ishtë këni ardhë për ambasadë shqiptare. Marrja shqiptarëve nuk të tjetë vetëm këtu në Romë, e mirë është të bëmi në Shqipëri, atje ku është veni, atje e në sagartë që komandojmë Shqipëri. Në Shqipëri, atje do të bëmi të gjithë, po të eshte në shqiptarët me marrë Shqipërinë, do të bëmi në Shqipëri, se nuk marrë Shqipëria vetëm nga Roma. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Atëhere, dëgjoni këte, do t'ju them diçka. Dëgjo, do ju them diçka. Për mendimin tim, kjo një minutë, unë ju flasë sinqerisht. Unë jam vllai juaj, jam emigrant si juve, jam të në Romë, ju them vetëm diçka. Dëgjoni diçka. Mos mendoni se ka shumë rëndësi se sa njerëz jemi në shesh. Mos e mendoni se ka kaq shumë, se dhe në stadium është plot me njerëz. Problemi është se sa një manifestim arrin një rezultat, se me pak njerëz kemi arritur dhe gjëra të mëdha shumë njerëz. Dikush thot hiq flamurin e Palestinës. Jo. Unë nuk jam dakord të hiq flamurin e Palestinës, sepse Shqipëria po bëhet si Gaza. Io non voglio un'altra Gaza. Albania sta diventando come Gaza. Kushner, i militari stanno occupando, cacciano via i locali. Non c'è problema. Palestina libera e Albania libera. Non si fa di Palestina. Non è la bandiera della Palestina, ragazzo. No, la bandiera della Palestina non si tocca. No, non si tocca la bandiera della Palestina, no. Perché Palestina è questione internazionale. Albania
E questa potete andare via chi non vuole. Chi vuole rimane qui. Chi vuole combattere. Chi vuole lottare nella direzione giusta. Se no andiamo come negli anni 90, come nel 97 ci spariamo tra di noi. No! Dobbiamo fare come sono le regole. I popoli repressi. Te ambasada e Shqipërisë në Rom. Përshëndetje miq. Jam I kthyer të Ne do t'jemi bërë! E kur I rri mesazhin dhe, nuk do ta çojmë më protestën. Via për Shqipëri për! Shqipëria mande! Shqipëria mande! Shqipëria nuk është Gaza! Shqipëria është Mediterraneo! Shqipëria është e jona! Shqipëria nuk shitet! Shqipëria lirë! Shqipëria është e jona! Shqipëria është e jona! Shqipëria është e jona! Shqipëria është e jona! Atëherë japim fjalën, ka rregull. Japim fjalën zonjës, zonja prezantohet vetë. Një mama cilë, kam 30 vjetë në Itali, e dua vetëm që Rama hiki, hiki, Rama hik, 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 Shiko, keni parasysh se unë jam shumë demokrat. Unë e di ku nuk jam demokrat. Kur bëjmë ato përfaqësimet e prefektit, e kuestorit dhe ministri, aty u them njerëzve mbyllni gojën se duhet eksperiencë për t'u marrë gjërat aty. Vetëm aty. Unë nuk mërzitem kur njerëzit shajnë, absolutisht. Kështu është. Tani është një zonjë këtu, e cila ka punuar shumë për të grumbulluar, për të realizuar të manifestim, protest. Diana, e cila ka 2 djem, ka 2 djem pinjak, kështu që është një gjë e mrekullueshme për neve që një grua me qëtë. Dhe për japim fjallën direkt jam. Për një Diana I ka përgatitur në të rrështë gjithë atë fjallimet. Sakoj mikrofonë, më nopi zënja, guarda kush ai që do flasi, duhet të afroj qikojnë, natyrisht mos e prekni, po duhet të afrojmë në tepër të këtë, ka këtë sekret mikrofonin. Se që unë kujtoj se dhe tjilë të tim me këtë, të gjithë ndaj. Të nderuar bashkëdhetar, motra dhe vëllezër shqiptar, sot po ngrej zërin për diçka që nuk lihet me para, që nuk dërtohet me beton dhe që nuk mund të shihet me një arkan ndërkombëtar. Po flas për dinjitetin tonë njerëzor. Barasia e vërtet nuk është thjesht një fjalë e bukur në letër, as një prendim I rrem elektoral në plan votimesh. Barazia e vërtet fillon tek dinjiteti, tek e drejta e çdo shqiptari për të drejtuar si qytetar I dorës së parë në tokën e tij dhe jo si një huaj pa shtëpina dhe ureve. Hidhi fytra ferrotur, çfarë të do të Shqipëri? Na flasin çdo ditë me propagandë të shfrenuar për investime strategjike. Na mërojnë miliarda që hynë e dalin në konferenca shtypi. Na tregojnë kulla që prekin qiellin të projekteve që do të transferojnë vetin. Po pyetja Ulërice të çdo shqiptari të ndershëm, duhet të bëjë sot me zë të lartë, është kjo. Kë po pasurojnë këto investime dhe kë po pasurojnë në të vërtetë. Realiteti I përditshëm në familjet tuaja, në xhepat tuaj, e thot të vërtetën. Një përqindje jashtëzakonisht e lartë e popullsisë sot po zhytet në varfëritë e skajshme, ndërsa një paketë e papërshpillshme, oligarësh dhe pushtetarët po grumbullohen me pasuri të paimagjinueshme. Këto nuk janë investime për popullin, këto janë investime kundër popullit. Çdo metër katror, rreth, projekti tonë, çdo kodër, çdo mal, çdo içull dhe çdo pasuri publike po jepet me koncencione private, duke u falur të klientat e pushtetit. Po na kthejnë në një vend ku bukuritë tona natyrore nuk janë më të tona.
kuptimshëm të fjalës. Përmes jashtëpuncimit të egër, të heshtur dhe sistematik të banorëve të saj veta. Po na marrin tokën në këmbë, po na nxjerrin po na nxjerrin nga shtëpitë ku kemi litur, për të drejtuar resorte turistike luksoze. Dhe për kë përndërtohen? Për të përmbushur epshen, qevet dhe luksin e shpënuar të miliarderëve të planetit. Për ata që vinë kaq komod këtu, ndërsa ne na mbyllin rrugët për të mos u prishur mendjen. Ndërsa këta milionar të huaj dhe oligar vendas gjejnë parajsën e tyre të qeteve në resortet tona, kur shqiptarin e thjesht po ndërtojnë një realitet tjetër. Një realitet tjetër i sesinata, të krijon një sistem i dyzuar, një apartheid ekonomi, një burg për të varfrit dhe një fush lërash për të pasurit. Nëse i pasur një që të pra, dhe jep statusin e sfitori strategjik, të fal taksat për 10 vite dhe të dhëron pronat e shtetit. Nëse je i varfër, shteti të vjen të tjera me fantroma, në 5 të mëngjesit, sekuestron shtëpit, fatësh problem, të elbon me gaz rëcjeles dhe të dënon me burg për një faturë dritash. Ky nuk është shtet ligjor, ky nuk është një gjeto sociale, ku varfëria po kthehen në krim. Dhe tani, le të flasim hapur dhe pa doreza. Pa asnjë frikë për ata që të tjerët guxojnë të thojnë vetëm në mëzo. Le të flasim kundër politikës dhe kryer korruptike të Amerikës.